Policia e Kosovës i ka shqiptuar një tiket për kundravajtje mërgënjtarit Muha Osmani, i cili u përfshi në incidentin me deputetin e LDK-s Armend Zemaj në qendër të Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar për mediat zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrin Shala, e cila tha se Osmani është gjobitur për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Të dëmtuarit, policia e Kosovës ja ka lëshuar një tiket për kundravajtje për prishje të rendit dhe qetësisë publike, deklaroi Shala. Ajo po ashtu konfirmoi se të gjitha palët e përfshira janë intervistuar në lidhje me rastin, ndërkohë që së fundmi janë publikuar edhe pamje të reja të incidentit që ndodhi gjatë ditës së djeshme në sheshin Nën Tereza në Prishtinë. Veprimtari Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, duke akuzuar për keq përdorim të emrit të vëllait të tij Gani Geci. Emri Gani Gecit nuk përdoret për lojra të ulta politike. Ta paraqesësh atë si një njeri të dhunshëm është thyrje e rëndë ndaj një njeriu që ka dhënë shumë për lirinë dhe demokracinë e vendit, ka deklaruar Geci. Ai shtoi se familja Geci nuk do të lejojë askënd të përbalt emrin e saj të ndërtuar me gjak, sakrificë dhe besë shqiptare. Në vijim reagimi i tij plot. Reagimi i ashpër ndaj keqpërdorimit të emrit të vëllait ton Gani Geci nga kryetari Abdigjiku. Se kush gënjeu e kush tha të vërtetën Lumir Abdigjiku apo Xhafer Tahiri, e tregoi sondazhi i kanalit 10. Mjaft me thyrje manipulime për politik në kurrizë të njerëzve që ka dhënë për LDK-n dhe për Kosovën, emri Gani Gecit nuk përdoret për lojra të ulta politike të Abdigjikut. Kohët e fundit, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, në vend që të merret me problemet e partisë së tij, ka zgjedhur të merret me thyrje dhe etiketime të padrejta ndaj Gani Gecit. Ta paraqesësh Gani Gecin si njeri të dhunshëm është jo vetëm e pavërtet, por edhe një thyrje e rëndë ndaj një njeriu që ka dhënë shumë për lirinë dhe demokracinë e vendit. Megjithatë, duhet të themi me sinqeritet, pjesë e fajit e ka edhe vetë Ganiu, sepse me mirëbesim ka lejuar që të tjerët të profitojnë nga emri dhe karakteri i tij. Kur ja dorëzon besimi dikujt, ai mund ta përdorë si të dojë dhe në këtë rast Abdigjiku e ka keq përdorur ato besim për qëllime të ngushta politike. Ky thuaç Xhafer Tahirit mos fol se të lëshoj Ganiun është një thyrje e paplanueshme jo vetëm ndaj Ganiut, por edhe ndaj çdo familjeje që ka dhënë për këtë vend. Kjo nuk është politik, kjo është mungesë respekti dhe keqpërdorimi i njerëzve të ndershëm. Gani Geci është dhe mbetet burr i matur, i drejtë dhe i fjalës, ndërsa kush përpiqet të paraqesë ndryshe tregon më shumë për veten se sa për të. Familja Geci nuk do të lejojë që askush ta përbalte emrin e saj, sepse ky emër është ndërtuar me gjak, sakrificë dhe besë shqiptare. Reagim nga unë, Halil Geci, në lidhje me keqpërdorimin e emrit të vëllait tim Gani Geci, nga kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku.